Po blen votë duke keq përdorur, duke e fryjt çmimin për 16 euro në çmim në treg, që më herët në një emision televiziv ka thonë është çmim real. E dëgjuam kundron zoti Aliu përgjigja juaj. Zoti Sadiku, unë nuk kisha dashur me basardu këtë debat me ignorancën e kundërkandidatit tim nga PDK-ja. Unë në një emision ja kam shpjegu, po ky prap tregon që përveç që është i ngarkum edhe ka kështu ngarkesa toksike, që i ka shfaq vazhdimisht edhe në asamblenë komunale, deri në fyrje dhe ofendime banale, ky edhe nuk e njeh procedurën e prokurimit. Domthonë këtë le shumë për dëshiru. Edhe po mje ke që akoma s'po del pej petkut të asamblistit, edhe pse e kanë kandidu për kandidat prokurator, dhe du të me qenë në lartësinë e duhur, po është i vetëdijshëm që është... Jo, nuk i një procedurat, sepse procedurat e prokurimit, edhe njëherë, për ja shpjegoj zotriut, po edhe qytetarët komunës times, jënë të tilla, që ti e nis procedurën e prokurimit, i cakton paramasën edhe projektin, edhe kompanit janë të lira me apliku, me ofertu. Cila kompani e ka dosjen në rregull, si komisioni e vlerëson këto, edhe ata janë në punë civil, nuk e vlerëson Qemali Aliu. Edhe cila e ka ofertën më të lirë, ajo e merr atë kontroll. Me procedura standard prokurimit. Ka raste që dikush oferton me 39, ka raste dikush me 18. Aty ku ka konkurrencë më të madhe, aty domethënë ofertuesi më i lirë merr. Dikun aplikon 2 operator edhe të dy janë me çmim. Ka ndërlidhshmëri çështja e votave, e zgjedhjeve me asfaltin atë pretendimin që ka zotëria? Ne kemi punu prej vitit parë, edhe qytetarët e komunës times e din këto, edhe është ofendim për qytetarët e komunës times me u thonë që ti po blen vota me asfalt. Kur të thotë zotëria ti po blen, do të thonë qytetarët po shiten. Kjo është mendësi e të kalumes e këtij edhe shokëve të tij. Domthonë komunën e Shtimes për 4 vite janë asfaltu më shumë se sa 80 km rrugë. Unë e di që për ju dhem ideja që Shtimja po transformohet, po zhvillohet, po pastaj pse këta menojnë që me rregullimin e infrastrukturës blejnë vota, ajo është çështje e tyre. Ndërsa unë jam ballhapur para qytetarët e komunës Shtimes, komuna Shtimes nga një transparencë e zëmt që ka qenë në indekset e Institutit GAP poshtë 50%, i keni po që 2 vitet e fundit është 100% transparenca, dhe ne madje kemi fituar edhe çmime edhe ndërkombëtare për transparencë dhe për qeverisë shkëlqyer, që është çmimi ALDA. Po, do të japë mundësinë vetëm pak. Zoti Aliu edhe zoti Ramusi, do japë mundësinë Zoti Sadiku, edhe një herë. Po, do ta keni mundësinë edhe një herë. Projektet e mëdha, të mira, që janë mbi 50 milion euro në komunën e Shtimes, janë si më thon, pikë që po i shqetëson këta zotëri. Po edhe kalumja e këtij zotriu, edhe e shokëve të tij, që kanë marrë për 20 vite peng zhvillimin e komunës Shtimes. Ky ka edhe probleme me vetveten, sepse në 4 vitet e fundit ky ka qenë kapiten i ekipës së bllokimit të çdo pune të mirë në shërbim qytetarëve në asamblenë. Faleminderit shumë. Madje edhe me fyrje edhe me ofendime vetëm një gjë. Të rënda. Një gjë, ta bëjmë një dakordim. Vetëm pak, ta bëjmë një dakordim që mos të fyjmë. Jo, si të fyjmë. Jo, e çon po të gjithë, mos ta përdorim një gjuhë një qytetari për cilin unë kam dëgjuar që e keni. Edhe shuheni për ta. Do të sa diga, a mujmë përfundu? 30 sekonda kontra replik, pastaj e kemi vjojmë nëse zoti Aliu e sheh vlerë abuzimin, fryrën e çmimeve dhe plaçkitin e qytetarëve, atëherë do të jetë ndërgjegjjen e tij. Unë kjo kesh. Me një kompani e ka lidh kontratën 39 euro për 1 metër katror asfalt 8 cm, me kompaninë tjetër e ka lidh kontratën për 8 cm asfalt 16 euro. Jo, nuk janë procedura se ky i manipulon ato procedura edhe i bën pazaret në zyre të tij ose në kafe. Do të lexoj ligjin e prokurimit këtu. Te investimet 52 milionë. Zoti Aliu i fryn çmimet çdo mëngjes del në rrjetin social në Facebook edhe i fryn çmimet. Ja ku i kemë postimet e tij për rentin special, njëherë ka deklaruar që është 6.3 milion euro. Keni durën veç pak? Pas një muajve ka deklaruar se është 8 milion euro. Kamera. Pas 2 muajve ka deklaruar se mbi 12 milion euro. Kontrata reale është e lidhur 6.3 milion euro. Kështu ky i ba 52 milion euro
si quhet mëngjes, shkon zyre, i ba do postimet propaganduse, do me thonë, pe 6 milioneve euro, këj i fryn 12 milion euro, edhe del, krenohet para qytetarëve, thet, unë Përgjigje 30 sekonda, zoti Shabani, pastaj do të jetë koha për juve. Urdhro. Zoti Sadiku, unë e shoh tentativën e kundërkandidatit nga PDK për me na nxjerr në debate meskine. Unë jam ballhapur sepse për këto 4 vite janë investu mbi 50 milion euro në infrastrukturën dhe zhvillimin e komunës Shtimes. Qytetarët e komunës Shtimes, kudo që po shkoj, po më thojnë që për 20 vite nuk kanë bërë qeverisjet e PDK-s më shumë se sa ti për 4 vite. Prandaj tentativa është me e konfuzu qytetarin me disa kontrata që është i lirë, leti qetë media edhe leti shkon prokurori sepse këto janë të pastërta si loti. Po. Edhe pa falë, unë kisha dosht me dalë në taborin e punëve që do të bëj, mendoj që do të bëj, po edhe ato që janë bu. Dikush s'do mi po qytetarët e Shtimës pi shofin edhe po i gëzojnë edhe po i vlerësojnë shumë. Zakonisht në këto debate, kryetarëve ju bjen pak më shumë ta mbrojnë atë punën e vetë, kështu që... Kam që me mbrojt mjaftueshëm edhe ka që me po... Zoti Shabani, koha për juve, Urdhro. Kushtrej monesi që i ka dhe me herët për plan programin qeverisë për investimet kapitalit që do t'i bëjmë. Puna e parë, si kryetari komunës, që do të bëj, është plani zhvillimor komunal. Komuna e Shtimës, nga viti 2009, kër e ka bë planin e parë zhvillimor komunal, deri në 2019, që ka skadu afate ati plani zhvillimor komunal, nuk e ka. Tani më jemi në transformim dhe po besoj që kemi me bë transformimin e komunës Shtimës. 37 hektar të zonës ekonomike që janë tani. Unë sa kam qenë drejtori zhvillimit ekonomik, gjatë 3 vite të asoj pjese, është dasht me majt ndëgjime publike, është dasht me majt me bë 15 pëlqime për atë zonë ekonomike, kur ka ardhë me marë statusin e zonës ekonomike, problemi ka qenë PZK-ja. Kur kemi shku me marë pëlqimin të Ministria